Si mund të korrigjojmë karmën tonë financiare nëse në trekëndshën tonë të karmës mungon ose ka vetëm një pjesë aty. Për mënyrën e parë dhe më të shpejtë, ndiqni pjesën. Mënyra tjetër e përmirësimit të kësaj karme financiare është që personi të përforcoj energjinë të cilës i përket. Nëse është mashkull, të përforcoj energjinë mashkullore dhe nëse është femër, të përforcoj energjinë femërore. Për përforcimin e energjisë së tij mashkullore, një mashkull mundet të merret me sporte dhe aktivitete të tjera tipike mashkullore. Në shtëpi apo në punë, të merret me punë të cilat kërkojnë forcë fizike mashkullore, apo të merret me riparime të ndryshme, të përdor veshje dhe aksesorë që përforcojnë energjinë mashkullore, të kalisë në vetvete leadershipin, forcën, qëndrueshmërinë, vendimarrjen dhe guximin. Për përforcimin e energjisë së saj femërore, një femër duhet të zbukurojë ambientin në të cilin jeton, të qëndisë, të merret me lulet, të kujdeset për të dashurit, duke u dhënë atyre gjeste të vogla mirësie, duke u gatuar apo duke u thënë një fjalë të ngrohtë, të vishet dhe kurohet në mënyrë femërore, duke shtuar aksesor femëror në lukun e saj. Na ndiqni për korrigjimet e tipareve të gjashtës.